Këtu është horoskopi i martë 16 dhjetor 2025. Mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Kjo ditë fillon në një mënyrë shumë të trazuar. Lajmet jo gjithmonë të lehtë për tu menaxhuar, ata që kanë hequr dorë nga dashuria tani kufizohen në vëzhgime të reagimeve të forta. Demi. Në këtë pikë të jetës tuaj është shumë e rëndësishme të kuptoni me këtë jeni, me cilët njerëz janë në krahun tuaj dhe cilët janë kundër. Dita që ju bën më emocionues, të ndjeshëm, mund të eksitoheni për pak kohë, thirrje telefonike ose takime të papritura. Binjaket. Duket sikur në këtë periudhë preferoni të mos vëzhgoni dhe të mos kontrolloni disa gjëra për të shmangur zemërimin. Tani është e rëndësishme të mos krijoni probleme të panevojshme. Gaforja. Më në fund do të jeni në gjendje të realizoni projektet që keni vonuar për ca kohë. Dashuria mund t'ju largojë duke u takuar në qytete të tjera. Në këtë periudhë ka një dëshirë të madhe për të ndërtuar diçka të rëndësishme dhe novatore. Luani. Ekziston një dëshirë e madhe për të dashur, për të rizbuluar një pasion të humbur. Nëse për arsye të ndryshme keni mbetur të bllokuar në të kaluarën, tani është koha e duhur për të filluar nga e para. Virgjeresha. Ju jeni në gjendje të bëni një ndryshim të madh pozitiv, përfitoni nga kjo ditë sepse nesër mund të jeni më pak të tonifikuar, largoni njerëzit që ju kanë bllokuar në muajt e kaluar. Peshorja. Ditë që fillon me një nervozizëm. Mos i jep rëndësi sjelljes që të duket e paqartë nga një i njohur, një mik i largët ose një mik i ngushtë. Akrepi. Përpjekjet tuaja nuk janë shpërblyer. Është e qartë se ju duhet të jepni hapësirë vetëm për njerëzit që meritojnë vëmendjen tuaj. Shigjetari. Në dashuri, nëse dëshiron, merru me punë. Ata që punojnë si punonjës nuk presin ndryshime të mëdha, por tani mund të pyesin, propozime shumë interesante po mbërrin këto ditë. Britsjapi. Vonesa ose komplikime të mundshme. Përpjekja fizike për të shmangur, ju jeni nervoz sepse dëshironi më shumë vëmendje dhe një punë më të mirë. Ujori. Dita e përgjithshme e ndërtimit e rëndësishme. Nëse për disa kohë i keni vendosur vetes qëllimin për të arritur një rezultat, mund të keni disa konfirmime të shkëlqyera, kur mos hiqni dorë. Dëshira kthehet edhe në dashuri. Peshqit. Këto ditë ju keni një aftësi të madhe, të riktheheni në lojë, të bëni plane, duke kujtuar ndër të tjera se e ardhmja do të jetë më pak armiqësore. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.